Zoti Dauti, Besa është një dokument që premton një qeverisje më të besueshme, sipas atyre që është zbardhur tashmë në media, më të dëgjueshme dhe më të matshme, por që nga ana tjetër sigurisht ngrej një sër pikpyetjesh. A është një reformë e vërtetë të mënyrës së qeverisjes apo nga ana tjetër një përpjekje për të rikthyer besimin e humbur të qytetarët? Ju si e shihni këtë dokument? Unë e shqyqej si një përpjekje pa shpresë e kryeministrit, për shkak se nuk ka zgjidhje për problemet e Shqipërisë, nuk ka zgjidhje për kërkesat e protestuesve, dhe është i detyruar të dalë me ndonjë propozim. Tani atë tekstin çka ai e ka shpallë të paktën para ministrave dhe deputetëve të Partisë Socialiste, nuk e di a është për publikun, unë për veten nuk e kam lexuar. Po unë jam i sigurt që as kryeministri Edi Rama nuk e ka lexuar atë dokument. Atë dokumente me shkrim sot bëhen shumë lehtë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pra i jep disa pika kompjuterit dhe ta shkruan një tekst. Tani çka ka inventuar kryeministri aty, vetëm emrin. E ka futur emrin Besa, për shkak se është më e kapshme për mentalitetin shqiptar, prandaj edhe partia e tij apo koalicioni i tij quhet, apo politikat e tij quhet Rilindja, këtë e ka marrur nga Rilindja për shkak se është më folklorike dhe e kuptueshme për shqiptarët, dhe njëjta është me fjalën Besa. Pra për ata që nuk e din, Besa bëhet populare si fjalë në kohën e Rilindjes, pikërisht nga drama e Sami Frashëri. Tani drama e Sami Frashëri quhej Besa, Jahut ahte vefa. Ahte vefa do me thënë fjala e dhënë. Pra në kuptimi fjalës Besa është fjala e dhënë. Pra si mund t'i besojmë ne këtij personi i cili është 30 vite në pushtet, prej 98 ka hyrë në pushtet, dhe nuk tregon shenja se në mënyrë vullnetare don ta lëshoj pushtetin. Pra si duket ka vendosur derisa të ketë gjallë të jetë në krye të Shqipërisë, dhe ka pasur sukses në varfërimin e shqiptarëve, dhe si duket ky që ka edhe misioni i kryeministrit të Shqipërisë, po pse jo, ai e kërcënon edhe ekzistimin e shtetit të Shqipërisë, për shkak se e ka zbrazur Shqipërinë, dhe jo që e ka zbrazur Shqipërinë, për shkak se nëse zbrazet Shqipëria, ne besojmë që ekonomia mund të zhvillohet dhe ata shqiptarë që kanë emigruar mund të kthehen, por ai varfëron edhe ato njerëz që kanë mbetur aty dhe i detyron që të shpërngulen. Pse shpërngulen ata? Për shkak se nuk ka demokraci në Shqipëri, për shkak se nuk ka progres ekonomik, për shkak se një familje nuk mund të bëjë një jetë normale në Shqipëri, nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi, të blejnë banesë. Ata pensionerë që janë gjithë ata rrogat apo pensionet të vogla që i marrin nuk mund t'i blejnë as ilaçet, dhe si pasojë vdesin edhe për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Dhe ja që e kishim edhe një shembull që kanë filluar edhe pacientët t'i largojnë prej spitalit kur nuk kanë para. Kishim një rast në Durrës dhe kuptohet që kjo duhet jetë alarmante dhe këtë duhet ta shfrytëzojnë ata që protestojnë, protestuesit, që të kërkojnë që përgjegjësi të ketë ai që pacientin e ka nxjerrë në rrugë dhe ja ka rrezikuar jetën që të vdes, dhe vazhdon që me arrogancë të madhe kjo qeveri të qeverisë, dhe nuk e ka ndërmend që të largohet prej atij. Tani ai si duket mori pak guxim, për shkak se edhe entuziazmi i protestës është zbehur. Ne kuptohet që në fillim kishte entuziazëm të madh dhe arriti ndoshta edhe mbi 100.000 protestues, po ja që shiqojmë që protesta në ditët e fundit është zbehur, shpresojmë që në muajt e ardhshëm përsëri të ringjallet, po nuk mund të ringjallet me ata persona të cilët e kanë kapur protestën. Unë i kam kritikuar që në fillim, për shkak se si duket ata e kanë kapur protestën, e kanë lënë protestën pa ideologji,
nëse i ndjekni, për shkak se protesta është gjallë, pra në kuptimin që drejt për drejt mund të shiqohet, dhe mund të shiqoni njerëzit aty që i kërcënojnë ata që ka marrin mikrofonin dhe i shprehin mendimet e tyre se ku është problemi Shqipërisë dhe si duhet të zgjidhen problemet e Shqipërisë. Atëherë ata vandalin zërin ose u ndërpresin fjalën dhe harojnë që kamera ka nga të gjithë anët dhe njerëzit e shiqojnë dhe kuptohet që intelektualët nuk afrohen atij, për shkak se një intelektual nuk mund të lejojë që një ignorant t'i tregojë atij se çka guxon të flet, çka nuk guxon të flet. Dhe kjo është dështim i madh. Pra unë ju kisha propozuar, nëse ka njerëz më me arsye aty, që t'ua marrin mikrofonin prej dorëve disa njerëzve të parsimuar, dhe që të cilët kuptohet që janë të kapur dhe të shitur, dhe e lanë protestën pa ideologji. Ideologjia e kësaj proteste duhet të jetë që Shqipëria po boshatisët, Shqipëria mbetet pa shqiptar dhe Shqipëria planifikohet që të kolonizohet. Të gjithë idetë tjera, për fjala ne duhet të integrohemi në Unionin Evropian, të afrohemi me politikën amerikane, ata janë edhe më të këqij se këta çka janë në pushtet sot. Përderisa një person apo një grup personash nuk lejon që ta shprehish mendimin kur nuk ka pushtet, paramendohet çka do të bënin ata sikur edhe të kishin pushtet. Pra unë si flasim me mendimet e mia, mu do të më kishin futur edhe në burg. Për shkak nëse nuk më lejon ai që ta shpreh mendimin duke qenë askushi, paramendohet çfarë sjellje do të kishte nëse e kishte prokurorinë në dorë, policinë në dorë. Pra është një rrezik të atyre që e kanë kapur protestën dhe si duket janë duke shuajtur protestën. Po ashtu kishte një iniciativë fjala të formohen disa kuvende, po e pam që edhe në ato kuvende u bë një kaos i madh. Dhe pse lindi kaosi, për aq sa e pash, për shkak se një vajzë e cila doli aty të flas dhe kritikonte protestën apo ata që ishin të mbledhur, dhe u qua një grua, ja mori mikrofonin, mandej u qua një tjetër, ja mori mikrofonin. Pra si duket nuk kanë kulturë që të lejojnë njerëzit të shprehin mendimin e lirë, dhe kjo si pasoj ka sjellur që entuziazmi i protestës të shuhet dhe kuptohet që kjo e gëzon Edi Ramën dhe klasën e tij sunduese. Tani për sa i përket atij manifestimit që Rama e ka dhënë, ne duhet ta përkujtojmë Ramën se ai 4 herë është zgjedhur kryeministër dhe për të zgjedhur kryeministër ka zgjedhje parlamentare dhe kur del një parti politike në zgjedhje parlamentare me në krye kryetarin e Partisë Socialiste, i cili është Edi Rama, ai propozon program parazgjedhor. Pra ai u premton premtuesve se çka do të bëjnë nëse vjen në pushtet, prandaj edhe kërkon votën e votuesve shqiptar. Dhe ai e ka dhënë atë program, po jo vetëm atë, mbasi është zgjedhur apo mbasi ka fituar shumicën në parlament, ai po ashtu kur e ka propozuar qeverinë dhe ministrat, ai po ashtu ka dorëzuar deputetëve programin qeveritar, si do të qeverisë. Pra është detyruar edhe me ligj që të jap një plan program. Dhe është e kotë ky manifestim i besës, për shkak se ai 4 herë gjatë zgjedhjeve e ka thyer premtimin me plan programin parazgjedhor, po ashtu e ka thyer premtimin edhe me plan programin qeverisës. Dhe është qesharake t'i besohet fjalës kryeministrit, i cili e ka zhytur Shqipërinë në borxhe dhe t'i përkujtojmë ata që kanë ndjekin që gjatë kësaj proteste, përderisa bëhet, ai ka futur Shqipërinë edhe 1 miliard euro apo dollar në borxh gjatë muajit të fundit, pra një herë mori 600 milion euro për t'i paguajtur pensionet, ndoshta ndihma sociale dhe rrogat, për shkak se e ka falimentuar Shqipërinë.